Shumëzimi i mëkateve buron nga dorëzimi ndaj epshit. Kjo thënie e Imam Aliut thekson rrezikun shpirtëror që vjen nga dorëzimi i pamenduar ndaj dëshirave dhe epsheve të shpirtit. Për të kuptuar thelbin e saj, le të shohim disa udhëzime nga Kurani. Në surën Yusuf, ajeti 53, Allahu thot: "Me të vërtetë, shpirti urdhëron vazhdimisht të keqen, përveç atyre mbi të cilët Zoti im ka mëshirë." Ky ajet tregon se shpirti natyrshëm ka prirje ndaj epsheve të liga, të cilat mund të çojnë në shumë mëkate nëse nuk kontrollohen. Në surën Naziat, ajeti 40 dhe 41, Allahu paralajmëron: "Por ai që druajti nga pozita e Zotit të tij dhe pengoi shpirtin nga epshi e ndaluara, atëherë me të vërtetë xheneti do të jetë strehimi i tij." Ky ajet thekson rëndësinë e vetkontrollit dhe kërkimit të strehimit tek Allahu për të shmangur shumëzimin e mëkateve. Mesazhi i Imam Aliut është i qartë: kur njeriu dorëzohet ndaj epsheve të tij, mëkatet e tij shumëzohen. Kjo mund të shfaqet në forma të ndryshme, si marrëdhënie të ndaluara, veprime të paligjshme, dorëzim ndaj tundimeve të shpirtit. Sa më shumë që dorëzohemi ndaj epsheve, aq më e vështirë bëhet të çlirohemi prej tyre. Krijohet një cikël i ligë ku një mëkat sjell një tjetër, duke na mbytur në rrjetin e mosbindjes. Për të shmangur këtë shumëzim të mëkateve, duhet të kontrollojmë dëshirat dhe epshet tona, dorëzohemi ndaj urdhrave të Allahut, ushqejmë shpirtin me dijeni, devotshmëri dhe vetëdisiplinë. Duke reflektuar mbi këtë thënie, duhet të shikojmë vetveten dhe të identifikojmë zonat ku mund të dorëzohemi ndaj epsheve tona. Mund të jenë marrëdhënie të ndaluara, materializëm i tepruar, kënaqësi të ndaluara e të tjerë. Duke njohur këto dobësi, mund të ndërmarrim hapa për t'i kapërcyer dhe të kërkojmë falje tek Allahu. Në përfundim, thënia e Imam Aliut na kujton rëndësinë e vetkontrollit mbi epshet. Duke kuptuar pasojat e dorëzimit ndaj tyre, mund të përpiqemi të kontrollojmë dëshirat tona, të kërkojmë udhëzimin e Allahut dhe të mbrojmë shpirtin ton nga rruga shkatërruese e mëkateve. U lutemi Allahut të na jap forcën e tij për t'i rezistuar epsheve dhe të shumëzojë veprat tona të mira.